besimtari që kujdeset dhe ruhet nga mëkatet, duhet me i rujt 4 porta. Don 4 porta janë që shejtani të me depërtu. E ato 4 nëse ki rojtar të fort, kështjella është e mbrojtur, zemra është e mbrojtur. Sa të këto 4, ka thonë el khatarat, e para mendimet, kena mësu mendimet. Nëse i ruan mendimet e tua, nuk lëshohesh, nuk e tepron, nuk lëshohesh në vezvese, nuk lëshohesh në cytje, nuk lëshohesh në paragjykime, e ki portë e mbrojtur. S'ka ka depërton, se që është depërton të mendimet. Jam me paragjykim, jam me cytje, jam me depërton. E ke mshil këtë portë, i rujtu një. E ke rujt mendimin tënë, e ke rujt zemrën tonë. E dyta, thot Ibn Qayyim rahimahullah, do më thonë, shprehjet, fjallët, si kështë e këna me mësu. E treta, shikimin, dhe e 4ta, lëvizjet. Nëse qëto 4 porta i ruan njeri, me lejnë Allah xhallahu ala, do më thonë, është i mbrojtur nga gjitha përpjekjet e shejtanit për me e çrregullu udhëtimin e tij drejt Allahut te barekuhu teala, për me nxjerr nga binarët e duhur.